Mbi 26.000 maturant në të gjithë vendin, nga të cilët mbi 1.400 në Bashkinë Shkodër, ju nështruan provimit të dytë të maturës shtetërore, atij të gjuhës shqipe dhe letërsisë. Provimi zgjati 2 ore 30 minuta dhe në Shkodër, procesi i zhvilluar në 6 qendra nuk paraqiti problematika. Kemi 22 institucione arsimore sërish të përfshira në provimet e maturës shtetërore dhe konkretisht po në këtë provim, që janë publike, private, profesionale, të përqendruara në 6 qendra provimi. Vazhdojmë të ruajmë të njëjtin standard që asnjë institucion arsimor nuk e zhvillon provimin në të njëjtën godin ku ka zhvilluar mësimin gjatë 3 viteve të gjimnazit, në mënyrë që të sigurojmë një standard të lartë sigurie dhe të vazhdojmë të ruajmë edhe standardet sipas certifikimeve që janë bërë gjatë kohës përpara se të fillojë provimi. Kemi sërish mbi 160 administrator të përfshirë në këtë proces që me shumë përgjegjësi dhe korrektesë po e menaxhojnë procesin. Kemi mbyllur provimin e parë që ishte ai gjuhës huaj, që për hir të vërtetës vazhdon të ruajë të njëjtin standard sigurie, korrektese me të gjithë dhe kundrejt të gjithë aktorëve të përfshirë në proces. Vazhdojmë të ruajmë me prioritet përfshirjen në provim të nxënësve me aftësi të kufizuara. Kemi 7 nxënës të përfshirë në këto 6 qendra të provimit. Maturantët e cilësuan të një niveli mesatar këtë provim, duke theksuar se temat e rëna ishin trajtuar më herët në bankat e shkollës. Pjesën e letërsisë na ra Prometeu i mbërthyer. Pjesa e gjuhës ishte shumë e thjeshtë, pjesa e letërsisë kishte ato vështirësitë e veta, por mendoj se ishte në nivelin mesatar. Shpresoj ndohen tonë mirë. Personalisht kam thënë që letërsia ka me mu duk më vështira, por me çapova sat, adin mendoj se edhe mund t'jena friksu kot deri një pjesë, sepse niveli që bëjmë shkolla pak më i lartë, edhe këto mendoj se kena shumë përgatitur. Provimi ishte i thjeshtë, kishte nivel vështirësie mesatar, po ashtu nëse ke arrit me mësu gjatë 3 viteve, mund të arrije minutë të kënaqshme. Provimi thon drejtën krahasim me atë anglishtës, nivelet ishte shumë më i lehtë për një nxënës, po them vetjen time se jam për te nivelit mesatar, nuk ishin gjona që nuk i kishin bë, ishin vepra të bëmuna, që besoj si ishte ma poshtë se mesatare, për të nxënës, po them. Provimi ishte shumë i lehtë nga që edhe kena mësu, jena përgatitur për këtë ditë. Kishte pak vështirësi, por kena kalu, domthonjë kena pas profesorët ishin të mirë tona, por shpresojmë që e kalojmë. Niveli i vështirësisë i letërsisë kanë pak më vështirë, po shpresojmë se mirë kena me ta kësaj herë. Keni pas kohë mjaftueshme me kujtesën? Pa, kena pas kohë ka kena mjaftueshme dhe na ka dalë më shumë se duhet, domthonjë. Kena pas sa pushim. Ndërkohë, si çdo vit, u përsërit sërish skema. Vetëm pak nga nisja e provimit, në rrjetet sociale doli teza. Në një reagim, Ministria e Arsimit garantoi se publikimi i kësaj teze nuk cënonte procesin e maturës shtetërore dhe se nxënësi që e kishte publikuar nga një qendër provimi në Kukës ishte përjashtuar menjëherë. Por Ministrinë e Arsimit, prioritet mbetet suksesi i çdo maturanti dhe garantimi i të drejtës së secilit për t'ju nënshtruar provimeve në kushte të barabarta. Ndaj, angazhimi për një maturë shtetërore të drejtë, të ndeshme dhe meritokratike do të vijojë pa ndërprerje deri në përfundim të 4 testimeve. Provimi i radhës është ai i matematikës më 16 qershor, ndërsa provimi me zgjedhje më 23 qershor.